E ke përjetuar ndoshta edhe ti, je në shtrat, i lodhur pas një dite të gjatë, dhe mezi prej të zhytesh në një gjumë të thellë. Fillon të relaksohesh, trupi të bëhet i rënd, syt të mbyllen ngadalë, por papritur, ndjen sikur po rrëzohesh. Një tronditje e befasishme përshkon trupin, sikur po rrëzohesh nga një shkëmb apo nga një shkallë lart. Trupi dridhet, zemra fillon të rrah shpejt, dhe për një moment të shkurtër, zgjohesh i hutuar. Por çfarë ndodhi? Kjo ndjesi ka një emër, hypnic jerk, ose siç njihet ndryshe myshkull gjumi, apo tronditje e gjumit. Rreth 70% e njerëzve përjetojnë në një moment të jetës së tyre. Por pse ndodh? Çfarë po ndodh me trurin dhe trupin ton kur e ndjejmë këtë rrëzim të papritur, kur në fakt jemi të shtrirë dhe të sigurt? Ky fenomen, sa i zakonshëm aq edhe misterioz, ka ngjallur interes të madh jo vetëm tek shkencëtarët dhe neurologët, por edhe tek studiuesit e psikologjisë, madje edhe të mistikës. Një hypnic jerk është një kontraktim i papritur dhe i pavullnetshëm i muskujve. Zakonisht ndodh kur jemi duke kaluar nga gjendjeve të dijes në gjumin e lehtë. Është një reagim i befasishëm që mund të përfshijë një ndjesi të rrëzimit, një ëndër të shkurtër apo thjesht një dridhje të trupit. Ky fenomen ndodh zakonisht në fazën e parë të gjumit, një gjendje kalimtare mes zgjimit dhe gjumit të thellë. Trupi fillon të relaksohet, rrahjet e zemrës ngadalsohen, dhe truri fillon të ndryshojë ritmin e valve elektrike. Por për një arsye ende të paqartë, sistemi nervor dërgon një sinjal për kontraktim muskulor, shpesh shumë i fortë sa që na zgjon. Sipas studimeve, afërsisht 7-10 njerëz e kanë përjetuar të paktën një herë këtë ndjesi. Disa njerëz e përjetojnë shpesh, ndërsa të tjerë shumë rrallë. Ka disa faktorë që ndikojnë: stresi dhe ankthi. Truri i lodhur nga tensioni ka më shumë gjasa të jetë në alarm. Pagjumësia. Kur jemi të raskapitur, trupi kalon më vrullshëm në gjumë, dhe kjo mund të shkaktojë një kërcim më të fortë në fazën e parë. Kafeina dhe stimulues të tjerë. Pijet me kafeinë ose ilaçet stimuluese mund të ndikojnë në sistemin nervor dhe ta bëjnë më të ndjeshëm ndaj këtij fenomeni. Aktiviteti fizik intensiv para gjumit. Muskujt e tensionuar kanë më shumë gjasë të reagojnë, por edhe pa këta faktor, fenomeni mund të ndodhë papritur. Dhe për këtë arsye, shkencëtarët kanë zhvilluar disa teori që përpiqen të shpjegojnë se pse truri ynë bën këtë. Teoria e interpretimit evolucionar. Kjo është ndoshta teoria më interesante. Sipas saj, hypnic jerks janë një refleks mbjetese i trashëguar nga pasardhësit tanë. Në kohërat e lashta, njerëzit flinin në pemë apo në vende të ngritura për të mbrojtur nga grabitçarët. Kur trupi fillonte të relaksohej dhe gjymtyrët të lëshoheshin, truri interpretonte këtë si një rënje, një rrezik potencial. Për të na zgjuar dhe për të na mbrojtur, truri niste një sinjal për të kërcyer, si një mënyrë për të na paralajmëruar. Teoria e kalimit të shpejtë nga zgjimi në gjumë. Në këtë teori, truri përjeton një kalim të vrullshëm nga zgjimi në gjumë. Ky tranzicion është aq i shpejtë sa truri nuk arrin të kuptojë menjëherë se po flet. Truri mund të interpretojë relaksim si një humbje kontrolli, dhe si reagim dërgon një sinjal për të zgjuar. Teoria neurologjike e shkarkesës elektrike. Truri në fazën e parë të gjumit fillon të ndryshojë aktivitetin e valve elektrike. Ndonjëherë, ky kalim mund të jetë i pabarabartë ose i çrregullt dhe krijon një shkarkesë elektrike që përhapet në sistemin motorik dhe krijon një tronditje fizike. Por pse ndjejmë sikur po bijem nga lart? Kjo është pjesa më misterioze. Pse ndjen ndjesinë e rrëzimit, kur në fakt nuk lëviz fare? Kjo lidhet me një fenomen të quajtur integrimi multisensoral, ku truri përpunon informacion nga syt, veshët, muskujt dhe lëvizjet. Kur këto informacione janë në konflikt, për shembull trupi është i palëvizshëm por truri ndjen humbje të kontrollit, atëherë krijohet një iluzion. Truri sahaton një skenar të njohur, rrëzimi, dhe e përjeton në mënyrë thuajse reale. Në disa raste, ky rrëzim shoqërohet edhe me një ëndër të shpejtë, ku individi ndjen sikur bie nga një ndërtesë, një shkallë apo nga një mal. A janë të rrezikshme këto ndjesi? Jo. Në shumicën dërmuese të rasteve, hypnic jerks janë plotësisht të padëmshme. Ato nuk paralajmërojnë sëmundje, nuk shkaktojnë dëmtime dhe nuk janë shenjë ndonjë problemi neurologjik. Megjithatë, nëse ndodhin shumë shpesh, çdo natë ose ndikojnë ndjeshëm në gjumë, atëherë mund të jetë e dobishme të këshillohesh me një mjek gjumi ose neurolog.